për të krijuar një ide më të saktë se sa është diferenca e prerave të zakonshëm me asfaltin, kam lënë 2 rreshta pa i trajtuar me këtë produkt për par diferencën, dhe diferenca është e dukshme. Këtu ku jemi, konkretisht, vitet e tjera ne kemi bërë 7-8 trajtime në sezon për të mirëmbajtur këtë serë. Si vjet janë bërë 5 trajtime. Do kemi në 3 trajtime më pak se erët e tjera. Plus që ka dhe një diferencë tjetër që shikojmë edhe tek infeksionet ndaj dëmtuesve dhe sëmundjeve. Shikojmë një infeksion më pak se sa vitet e tjera. Kështu që mendoj se është një produkt që ja vlen. Asfalti është një produkt, do e thosha, shumë produktiv, shumë i suksesshëm. Unë si specialist bujqësie e kam provuar në disa kultura, si në spec, në rastin konkret ku jemi, në patate dhe në perimet të tjera. Për të krijuar një ide më të saktë se sa është diferenca e prerave të zakonshëm me asfaltin, kam lënë 2 rreshta pa i trajtuar me këtë produkt për par diferencën, dhe diferenca është e dukshme. Po ta vënë re rreshtin e fundit, ka një diferencë goxha të ndjeshme me pjesën tjetër të sipërfaqes. Për mua është një produkt që ja vlen. U bej thirrje dhe ftesë dhe gjithë specialistët dhe fermerët që ta përqafojnë këtë lloj produkti. Është një produkt që nuk krijon mbetje, nuk krijon rrezikshmëri për konsumin e njerëzve, dhe në fund një produkt që jep prodhim më shumë atë gjitha trajtimet e tjera. Vetëm ato 5-6 të tjerë ngelen.